Pamje live në këto momente të shpërndarë nga zura për shtyp e presidencës është kryeministri britanik Starmer në praninë e presidentit shqiptar Bajram Begaj, pra ka mbritur në aeroportin e Rinasit vetëm pak më parë, sikur se thamë në 10 e pak minuta, 10:20 e disa minuta ka mbritur Starmer në Shqipëri, ndërkohë për shkak se rrugët janë tërësisht dedikuara për komunitetin politik evropian, mbritja në Tiranë ndodh vetëm për pak minuta, sepse eskortohet edhe nga policia në mënyrë shumë të shpejtë për të mos humbur kohë. Shikojmë pamjet e kësaj vizite shumë të rëndësishme ku presidenti Bajram Begaj është i pari që takohet pra me Keir Starmer, Sir Keir Starmer, kryeministrin britanik. Uroj dhe besoj që kjo vizita forsoi dhe më shumë bashkëpunimin tonë drejt një partneriteti strategjik, thot presidenti. Bajram Begaj është një vizitë e kryeministrit Mbretërisë së Bashkuar, kjo që e vendos Shqipërinë edhe në qendër të vëmendjes ndërkombëtare akoma dhe më shumë, pra për shkak të rëndësisë së nivelit të lartë që ka vetë prania e një kryeministri të Mbretërisë së Bashkuar në vendin tonë. Këto janë pamjet që tregojnë pra mbritjen e të parit zyrtar të lartë të bashkimit të një kreu shteti, sikurse është Britania e Madhe, po ndodh tani edhe takimi i stafeve përkatëse të ardhura nga Mbretëria e Bashkuar, por edhe atyre që punojnë në president, me ministrin e jashtëm Igli Hasani dhe me antarë të tjerë të cilët janë pjesë e angazhimit shqiptar, por në pjesën e dytë shikojmë edhe stafet të përkatëse të atyre të cilët ja po i prezanton në këto momente, siç do protokolli Starmer edhe delegacionin që e shoqëron kryeministrin britanik, pra gjithmonë në radhë të parë vendoset delegacioni pritës dhe më pas delegacioni i cili mbërrin i dyti. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga presidenca, të cilat pra na tregojnë për mbritjen në orën 10:30 minuta. Pra jemi në këto momente i kemi qëndruar strikt, takimet zyrtare janë në një orar perfekt njoftimesh, sepse në 10:30 ishte e pritshme që të niste edhe në presidencë në një takim pra kryeministri i Mbretërisë Bashkuar Sir Keir Starmer me delegacionin që e shoqëron. Është duke u takuar dhe duke u zhvilluar ende në këto momente, zhvillohen pra takime foto korteziale. Doja t'ju kujtoj që në orën 12 presidenti i Republikës do të ketë një tjetër takim, pra presidenca do të jetë një moment takime sot, sepse do të mbri aty edhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, Fridun Silinoglu, dhe delegacioni që e shoqëron, ndërsa në orën 15:30 presidenti Begaj pret presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa dhe delegacionin e tij. Mund ta dëgjojmë. Për të parë njërë në një vizitë bilaterale të një kryeministri të Mbretërisë së Bashkuar. Është një kur i vendosur i rëndësishëm në marrëdhëniet bilaterale me dy qytetarë. I'm going to translate. Welcome, dear Prime Minister. It's a great pleasure to see you in Albania. And of course,